Jeta është si një vepër arti. Mendojeni jetën tuaj si një kanavas të bardhë, dhe çdo ditë ju pikturoni një pjesë të saj. Mund të ketë ditë që ju pikturoni bardhëzi, mund të ketë ditë që ju pikturoni gri, ama ka edhe ditë që ju zgjidhni të vendosni ngjyra. Por përse të mos jenë të gjitha ditët me ngjyra? Përse të mos zgjidhni çdo ditë që të vendosni jetë edhe dritë në kanavacën tuaj? Dhe do të shikoni se sa mirë ju do të ndjeni çdo ditë dhe të motivuar për të ngritur dhe për të menduar. Çfarë do të pikturoj sot në kanavacën time? Çfarë ngjyrash do të përdor? Dhe sa bukur mund të jetë kjo pikturë. Prandaj çdo ditë ngriuni me mendimin që ju po e krijoni vetë jetën tuaj dhe rrethanat e jetës tuaj. Edhe nëse dëshironi që jeta juaj të ndryshojë plotësisht, thjesht imagjinoni që kjo kanavacë po ndërrohet me një tjetër, e cila është tërësisht e bardhë, dhe ju po e nisni nga fillimi. Si ju duket si ide?